Atër I dëshirojmë mirë se ardhje Azem Maksutajt, legjend e kickboksit. Sigurisht nuk ka njëri që nuk e njeh për të arriturat e tij. Përshëndetje kampion dhe faleminderit shumë që je sonte me neve. Përshëndetje gjithashtu. Bile Dugazini duhet me njoft. Redion. Gjithë. Ajo çfarë ke arrit në sport edhe në periudha të cilat I ke arrit. Ore besoj e din shumë mirë sa adhurues të sporteve luftarake janë shqiptarët në përgjithësi. Faleminderit shumë. Sonte I kemi dy arsye pse po komunikojmë bashkë. Për herë të parë kuptova nga postimi jot që ëndrrën e ke pas me u bë futbollist, por rrethonat kanë qenë ndryshe dhe je shndruar në kampion të kickboksit. Po ashtu është. Ka qenë vitet 90 ka qenë një kohë që neve shqiptarëve, bile neve ma shumë Dugazinit apo me thonë krejt Kosovës, ushtria na u ka duft. Ka qenë një kohë shumë e vështirë, na u ka dashur më mbrojt gjithë. Ju e dini si e kemi pas vit 80-at, 90-at, 2000-at që ka qenë lufta. Për këtë arsye, jam detyruar me kriju ushtri dhe jam marrë me sportin më të rrezikshëm që ekziston në kickbox. Por tani, ëndra ime e femërisë realizua inshallah edhe më mirë. Pra, ajo që ke postu ti ka shumë emocionuese, ato që e ke pas ëndër ti e realizon djali yt Leandro. Pra ka debutuar në Superligën e futbollit zviceran. Ashtu është. Kjo nuk është e papritmas që djali ka dalë në Superligë. Këto janë përgatitje të gjata, ma shumë se pejse është të fëmijë, kem lujt me to, pasi që nuk ka pas nevojë dalim në ringbof. E kam ushtruar djalin që të bëhet futbollar dhe kjo është vetëm fillimi, arritja për me dalë në Superligë, mendojmë që do të vazhdojmë sa më tej. Ajo është pjesë, me sa kuptova, është pjesë e Wintertourit. Wintertouri është, aty janë bo edhe shumë sportista tjerë si Mehmedi edhe Akanji, cilët kanë lujt për nacional team të Zvicrës. Se javën e kalum lujtëm kundër Bazellit, aty ishte edhe Rëdar Shakir, ishte si djalë janë me lujt me një lojtar shumë të fortë shqiptarit si luan për Zvicrën. A keni kontakt edhe me Shaqirin? A keni mri me u taku mas ndeshjes? Po mas ndeshjes jemi po zhërdanim një mu, kemi fol, kemi bisedu, I thash djalit, I thash përshëndet ma aty në lojë dhe njihen edhe këta tani. Është knatësi për shembull një djali me dalë në rang shumë të lartë si Zherdani apo Gjaka dhe shumë shqiptar tjerë që kanë arrit me futboll, edhe për na zbardhin fytyrën, edhe në këtë vit. Superliga e Zvicrës me një farë forme është shndruar një farë shtëpie të futbollit shqiptar. Plot numër I madh I futbollistëve janë që zhvillohen atje. Është e vërtet sepse kemi ne shqiptarët si individ jemi hala më të fortë, po edhe si që më thonë së bashku kemi arrit shumë dhe kam menduar një herë pse na shqiptar të Kosovës as 2 milion me arrit ka shumë dhe kjo është jona që na jemi shumë tund me arrit shumë edhe kemi inati. Këtë punë duhet me ditë edhe sportista shqiptar kickboksit apo futbollit që s'pate inati me sfidu kundërshtarin s'mundesh me fitu kur. Është e vërtet dorën zamër. Se është inati e sjell edhe motivimin për me vazhdu tutje. Po do të ndal pak te ato minutat e inkuadrimit Leandros. Çu ndjeve? Po më. Është pak vështirë se këto janë ëndrat mëdha, e dini çfarë do të thonë ëndra e çdo babit shqiptar, kur djali arrit shumë, do të thonë është puna, është punë e madhe e cilën e kemi u bon gati 15 vite këto lojna çdo vikend. Më sfolim sa na ka kushtu
kohë edhe financa për me ardhur deri në këtë ditë që hynin në Super League. Janë në emocione shumë të mira, është kënaqësi për mua, si prind. Në çfarë pozite lund djali Azem? Çka ka zgjedhur? Djali është mes fushor sikur Granit Xhaka, sepse është një prej më të shpejtëve këtu në Vindetur, edhe më duket i dytja e tretë i më i shpejti është, edhe teknik ka, mes fushor është, ose Mojtas e çka më thon përpara, Link te Flygel. Mes fushor Fanze. Mes fushorës e Mojtas. Po. Ne Leandro sigurisht i dëshirojmë një rrugtim jashtëzakonisht të suksesshëm për faktin që aty sfund me e pam sa e rëndësishme është Superliga e Zvicrës, e pam për shembull edhe futbollistin tjetër shqiptar Ardon Jasharin, e pam Ardoni ka arrit shumë, është edhe e pam Hajdarin, e pam Avdullahun, plot emra që kanë dalë prej Zhegrova është. Për mu me fitu një shqiptar, si në futbol, si në boks, si në kickboks, është kënaqësi sepse shumëzohen ato fitoret mia që i kom pas përpara, dhe përmendem. Sepse përpara nuk ka pas as YouTube, s'ka pas Instagram, s'ka pas, ka qenë shumë vështirë. Me depërtuar. Po të njëjtën kohë ka qenë edhe pak më lehtë, se diu në ku pas i natit madh me rrit si shqiptar, mja u zbardh fytyrën animan botës shqiptarëve, derisa në Zvicër për shembull vitit 90 nuk e ka ditë a ekziston një Kosovë. Sakt. Apo një Shqipëri, edhe unë jam ai që ju tregova që ka Kosovë dhe ka sportista të mirë dhe jemi të fortë jemi. A kem rrime për cilë, po dal pak me një temë tjetër, a kem rria Azem me për cilë kombëtarën e Kosovës si vjetë në kualifikimet për kampionatin botror? Është kënaqësi për mua e madhe që kombëtarja parë ka arrit shumë, edhe janë kualifiku. Djali ka qenë pyetja me lujt për kombëtarën e Zvicrës apo të Kosovës, derisa mune me zgjedh, kemi lujt për U19 në të Kosovës. Po. Kemi lujt Shqipërinë, Kokës, ka dhonë gol djali. Nuk janë të hec hala si duhet në Kosovë, po uroj që të rregullohen edhe pak më mirë edhe të kualifikohemi edhe U19, sepse s'mund të kualifikohet Gjermania ashtu me fort. Merrem me manë një Kosovë 2 milion, Gjermania 80 milion edhe nuk patëm shans në Skandinavi edhe hupi Kosova. Po, e vërtet. Po duhet shumë punë, duhet hala punë, s'po ja u kallzoj arsyen pse hupi U19 për kualifikim. Ata e din që është pak vështirë sepse ne jemi një prej Gjermanie, një prej Zvicër, një prej Kosove. Gjermania një vetë përgatitje edhe s'patëm shans. Djali është përcaktuar për kombëtarën? Djali është për momentin lund për kombëtarën e Kosovës. Perfekt. Uroj që është. Ne mundemi ende masi i ka vetëm 18 vjet, mendojmë që do luajmë edhe për Zvicrën, por unë kam 2 djem, 2 djem sportista, njëri ka me luajt për Kosovën, njëri ka me luajt për Zvicrën natyrisht. Çfarë fati kije? E jashtëzakonshme. Kisha pas qef tash ka fundi bisedës më kthy pak me fol pak për karrierën tënde se nuk mujna pa fol për kickboxing. Lidhja e parë tho ka ndodhur sa ke qenë ushtri kur ke ushtru kickbox. Po për mua o kon kënaqësi, unë jam gëzu ma shumë edhe shqiptarët edhe vetvetja ka shty ma shumë me arrit ma shumë edhe gëzohem edhe jam mburrem që jam duka gjinas ose shqiptari Kosovës. Me s'isha shqiptar, unë s'kisha mujtë kur me arrit ka shumë se nuk e di. Unë drejt me ju thonë, njëm si tip si Ronaldo, nuk kam qenë shumë talent, po puna e ka të bot vetën, me gjykse, me trening, me ushtrimet më dhaja, e kom arrit. Se unë e di për një familje shumë të vogël në Deçan, që na s'kemi ditë atër shka futbolli, shka boksi, për shembull kur kemi lujt futboll, hecë me shku me punu, hecë me shku me bjes, kam nene, edhe s'kemi guxu me lujt. Edhe kjo është ondra që është realizu edhe
jam i kënaqur që kam zgjedh këtë sport të kickboxit prap, po tani është për mua dhe ma edhe jam shumë i gëzuar që djali po arrit edhe me futboll. Absolutisht. Tash aktualisht a merresh ende me kickbox austron? Jo, unë kam 50 vjet. Unë pasi që një sportist. Jo, e kam fjalën me ushtrime. Uro? E kam fjalën me ushtrime. A keni ndonjë ekip të ushtrimit? Veç të tregoj pak se duhet me ditë të gjithë se po thonë Azem apo bokson mo një person i cili ti bën për shembull një kickboxer që është pe top 10, 10, 20 më të mirëve në botë, ku të vinë vitet 30, 35, atëherë kryet karriera, ajo farë nuk je mo i ri si mi po 20 vjet, duhesh me ndërprej me kohë dhe unë e kom dorëzu si kampion edhe kreti ku medalje në shtëpi, të më thonë e kom lonë u bon tash 50, u bon 15 vjet po dal në arenë ndërkombëtare. Por me 4 tash merre më shumë me treningje, kom klubet mëdha edhe më shumë me i thonë drejtën, s'kom mujt me ju apushtu këtij sporti tim, sepse o dosh çdo vikend djalin me përcjell në përfushat futbollit më shumë se 15 vjet. Wow. Domethënë çdo vikend, gati çdo ditë, o duft me këshillu, me ushtru, me shku me vozit në përkrejt Evropë për me ardhur çtu ku jemi tani. Azem, ka qenë kënaqësi me diskutu. Të falenderoj shumë për kohën, e di që ke angazhime, të falenderoj shumë për kohën që ke nda me neve sonte. Faleminderit shumë, shifemi. Të falja djalit edhe shumë sukses në vazhdimin e karrierës. Faleminderit shumë, natën e mirë.